Sot u zhvillua edicioni I parë I sezonit të dytë të Thamt Shkodër, ku përqendrua te guximi dhe forca e grave që kanë përballuar sëmundje të rënda dhe këtë herë u nda historia frymëzuese e Fiona Bashit. Në kuadër të muajit të tetorit roz, u zhvillua një takim I mbushur me emocione, reflektim dhe mesazhe të fuqishme. Fiona Bashi, një vajzë e re nga Shkodra, e cila ka përjetuar një betejë të vështirë me kancerin, ishte protagoniste e këtij takimi. Fiona shpërndau me shumë guxim historinë e saj, duke ndarë me të pranishmit momentin e parë kur ka zbuluar sëmundjen. Këtë vit për mu vjen si një vajzë që këtë tetor e ka kalu në lëkurë edhe sot visi me dëshirën më të madhe si një person për me dhanë forcë, kurajo edhe besim që kjo betejë kalohet me ndihmën e gjithëve. Unë e zbulova rastësisht, siç gjatë vetë kontrolleve jam përpjek me ba pothuajse gjithmonë, por ana psikologjike ka kanë ajo që besojmë ka dhënë edhe kurajon me ecë përpara, por ana psikologjike nuk bëhet e vetme, bëhet me ndihmën e familjes që është shtylla bazë për me të kalu këtë sfidë. Ajo theksoi se kontrolli I rregullt dhe diagnoza e hershme janë çelësi kryesor për të shpëtuar jetën, mendimin e familjes dhe besimit se çdo ditë është një mundësi për të luftuar. Fiona thotë se mund të arrijmë të dalim fitues në këtë sfidë të madhe. Kontrolli është çelësi kryesor që hap zgjidhjen e problemit. Nuk ka ma një moshë të caktuar. Kjo sëmundje vjen të troket ndër dhe hin mbrëm, nuk të pyet as sa vjeç je, as kush je, as pozicionin e punës që ti përfaqëson. Ajo vjen. Ajo që kena ne në dorë me bashkë me zbulu sa më parë jetë e mujtën, sepse vetëm kështu mundena me amyll derën edhe me nxjerrë jashtë për jetës tonë, me krenari. Nëse ka një këshill, një ndër këshillat që mundem me dhanë, është frika është armiku I parë kryesor I kësaj sëmundje. Nëse sëmundja, çdo lloj sëmundje, por sidomos kjo sëmundje është e destinuar me ardhë, frika nuk e zhduk. Unë në asnjë moment nuk jam fokusu te frika. Unë jam fokusu vetëm tek forca. Forcën për me vazhdu përpara, pa familjen kurse si nuk do t'isha sot këtu. Besoj situacioni I familjes edhe jena me fat që e kena hala afër edhe e vlerësojmë çdo person, por pa familje nuk besoj se mundena me ja dalë çfarë do lloj sfide, sidomos aty në shëndetësore. Në fund të takimit, Fiona dha një mesazh shumë të rëndësishëm për vajzat dhe gratë, që të mos kenë frikë të bëjnë kontrolle dhe të kërkojnë ndihmë kur kanë nevojë. Kontrollonu, edhe një gjë shumë të rëndësishme, besojini mjekëve, besojini bluzave të bardha, ato janë miqtanë, spitali nuk është armiku jonë, vendi që ne duhet me I pas frikë, është shtëpia jonë, një moment a një tjetër mund të përballena me spitalin, por kurse si nuk duhet me e pa larg, e kena afër, e kena shpëtim prej durve të mjekëve, sot jena këtu. Ky aktivitet u mbyll me një pedalim roz përgjatë qytetit të Shkodrës, I organizuar nga Bashkia Shkodër, duke simbolizuar solidaritetin dhe mbështetjen për të gjitha gratë që luftojnë me kancerin.